Ramadani, përshëndetje. Përshëndetje juve në studio, përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit tanë të Radios Dugaxhinit. Edhe unë jam në qendrën e votimit me kusht, jam tek biblioteka e qytetit Fanole këtu në Gjilan, ku edhe kanë konfirmuar se deri tani është vërejtur një fluks i ullt i qytetarëve, pra një interesim i ullt i qytetarëve, dhe kjo vrihet nga numri i votuesve të cilët kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës. Pra deri në këto momente kanë votuar 26 qytetarë. Qendra e votimit ka akses të përshtatshëm edhe jashtë objektit, mirë po edhe brenda, sepse i ka vetëm 2 vend votime dhe kjo mundson të gjithë qasje shumë të lehtë për votim, mirë po ajo që ka vlen të theksohet është një problem, nëse mund ta quaj paksa i madh në këtë qendër, sepse është shumë ftoftë, është një problem që biblioteka ka tash një kohë të gjatë, pavarësisht anketave që studentët, nxënësit në ditët e tyre të zakonshme kanë adresuar ankesë, mirë po pa reflektim, pra siç duket edhe sot shem ka përkujdesur askush për këtë çështje. Ata që janë të angazhuar të punojnë. A mundesh me kthy telefonin pak me pamje ka biblioteka? Po. Kështu ta kemi një imazh të bibliotekës, hapësirës që është qendër votimi. Edhe punëtorët që besoj po duken, megjithëse ndonë është pak larg, punëtorët përgjithësi që janë të angazhuar për sot janë munduar të improvizojnë me disa ngroje të vogla, mirë po edhe për gjatë kohës sa unë përqendroj këtu është një ftoftë shumë i madh, pavarësisht kësaj po mundohen që të shërbejnë qytetarëve me durim edhe qetësi maksimale. Që është sot po vret, është me shall. Për ata që po na dëgjojnë, mundet me pa në YouTube të Radio Dugaxhini. Mirë, faleminderit ha. Mu veç pak po mdoket ironike, pra jemi në proces zgjedhor dhe njerëzit dalin me votu për të ardhmen, ndërsa E tashmja, po si duket edhe ardhmja janë problemet me të ftoftë. Të shkuarës. Kjo është katastrofë, pra është rasti i tretë që raportohet, që është ftoft në qendrat e votimit. A kënej gojën e kena plot, premtime, miliona ne kënej, por realiteti është tjetër. Po, në fakt edhe kjo objekt genci kemi raportu prej kohësh, edhe adin cila është përgjigja. Janë përësit disa pjesë të kalldojes e cila bën ngrohjen e bibliotekës, janë 2 duke di si e kishin emrin Qillera, po se më ka të po përshtypja emri, kështu po i thonin, të cilët